Përshëndetje të dashur miq. EU është një vend shumë i njohur për ata që merren me mallat e vogla. Por kohët e fundit, shumë biznesmen që shkojnë atje thanë se EU ka ndryshuar. Cilat janë këto ndryshime? Le të vizitojmë sot qytetin EU. Para 3 muajve në EU u hap zyrtarisht qendra e tregtisë digjitale globale, një qendër tregtare e brezit të 6 në këtë qytet. Në këtë pazar të madh, mbi gjysma e kompanive menaxhohet nga brezi i dytë i biznesmenëve vendës ose nga sipërmarrësit e rinj, dhe 57% prej tyre kanë krijuar markën e vet të pavarur. Këta të rinj i kanë dhënë një pamje të re këtij supermarketi botror të famshëm. 24 vjeçari He Tao vjen nga një familje që merret me tregtinë e lodrave prej pelushi, por ai nuk dëshironte të trashëgonte punën e gjyqes dhe të nënës. Ato qëndronin tërë ditën në dyqan dhe vetëm pritnin që të vinin klientët. Kjo më duke e mërzitshme dhe nuk doja të punoja kështu në këtë dyqan kur të rritesha. Pasi përfundoi universitetin, He Tao filloi të punonte në një media. Në vitin 2024, ai vendosi të kthehej në kompaninë e familjes dhe të krijonte markën e vet për të ndihmuar gjyshen dhe nënën, pasi fitimet nga biznesi i tyre tradicional i shitjes së lodrave me markat e të tjerëve po uleshin. Megjithatë, He pësoi humbje në fillim. Nuk shitëm asgjë për 3 muaj të tërë. Këthesa erdhi nga veshja e kukullave. He Tao, i diplomuar në dekën e stilimit të veshjeve, provoi të qepte vet ropën e parë për kukulla. Ndërkohë, ai filloi të prodhonte edhe video të shkurtra me temën e tregtisë së jashtme dhe i postoi në rrjetet sociale. Kur ai u bë vlogger për promovimin e markës së vet, edhe biznesi u përmirësua gradualisht. Në pikën e kulmit, sigurova 2000 klient brenda një jave në rrjetet sociale. Në qendrën e re tregtare, gjithnjë më shumë të rinj provojnë modele të reja biznesi ashtu si He Tao. Huang Zixuan, një tjetër pronar i ri dyqani, po zhvillon një platformë dizajnimi me inteligjencë artificiale për të zvendësuar prodhimin e mostrave fizike. Ne përdorim imazhe të krijuara nga inteligjenca artificiale për të hequr porositë dhe kjo ka qenë mjaft efektive. Ne besom se korrekët tanë dhe bizneset në sektor të tjerë të kenë kërkesa të ngjashme, kështu që po përpiqemi të zgjerojmë shërbimet tona në tregun vendas në EU. Qendra e tregtisë digjitale globale në EU po evoluon, duke i tërhequr blerësit global jo vetëm me produkte të cilësore, por edhe me markat origjinale, ndërsa sipërmarrësit e rinj kanë edhe objektivat e vet. Do të përfitojmë si duhet nga mjetet të tilla si inteligjenca artificiale dhe transmetimi i 3x3 që të kthejmë produktet e EU-s nga marra me marka të tjerëve në produkte të njohura globalisht. Dhe pronësia jon intelektuale do të përhapet në mbar botën nëpërmjet rrymës së tregtisë digjitale. Shqipëlesoj që prodhuar në Kinë do të ketë markë dhe zë më të fuqishëm. Shpresoj se kur të huajt të përmendin Kinën, ata do ta lidhin atë me një grup markash që mund të prekin zemrën e njerëzve dhe kanë dizajnim e ide unike. EU është një vend ku kam pasur dëshirë të shkoj prej kohësh, por ende nuk kam arritur. Nëse keni ndonjë histori lidhur me EU, ma thoni te komentet. Nëse ju ose ndonjëri prej miqve tuaj keni në plan të shkoni atje, mund të lidheni me mua. Ndoshta do të shkojmë bashkë në EU.